Lungomare, një nga zonat më të frekuentuara në Vlorë prej ditësh në një situatë problematike nga mbetje të shumta në breg të detit. Një pamje as pak e mirë për qytetarët e shumë që shëtisin për çdo ditë në këtë zonë, por edhe për turistët e huaj. Moti i keq që shoqëroi qytetin bregdetar të Vlorës për disa ditë me radhë, nxori në breg mbetje të shumta, mbetje të cilat vijojnë të jenë ende prezente në të gjithë vijën bregdetare përgjatë Lungomares. Një situatë e cila vijon për rreth një javë, pavarësisht ndërhyrjeve të kryera. Në intervistat për Blu Televizion, vetë qytetarët e Vlorës të cilët e frekuentojnë këtë zonë, shprehet se duhet që zona të pastrohet e të kthehet në gjendje normale. Sipas tyre, Lungomare është një nga ambientet më të rëndësishme në qytet dhe padyshim që një pamje e tillë nuk është e nuk duhet jetë e tillë për qytetarët që shëtitin apo edhe të huajt që e frekuentojnë. Çdo ditë, edhe deri në ujë thotë e kthehen. Si të duket kjo gjendje e krijuar këtu me këto leshterikët? Është shumë mirë, ka dhe më mirë akoma. Duhet të hiqen këto? Duhet pastrohen, jo të hiqen. Sa ditë kanë këtë, duke që se bëri çdo ditë ecje? Këto kanë disa ditë, po e kanë pastruar disa herë këtë, po. Tu kërën këto shirat edhe vijnë këto me turina. Po, çdo ditë. Çdo mëngjes e shëtit qenin. Si të duket kjo situatë e krijuar këtu? Jo shumë e bukur, vetë logjike jemi në qytet. Është shumë e pistë që në moment që pushon shirat, bashkia duhet marr masat automatikisht të jetë ambienti i pastër. Ju e bëni çdo ditë? Po, çdo ditë. A qenë në këtë gjendje? Jo, asnjëherë. Si kësaj radhe jo. Pamja që të ofrohet me këto mbeturinat që janë larguar. Tani deti i ka prur, avash do hiqen. Do ishte mirë të pastrohes. Po patjetër. Sa ditë vajte në këtë gjendje? Po ka një javë ka. Shiu i pruri shiu, se tani çdo vit ndodhin këto që vijnë. Megjithatë është Lungomarja, është zona më Lungomarja është edhe punëtorët aq janë. Të gjithë punëtorët i kanë punë. Unë që lëviz si nga Vlora deri te shkëmbi doktor, të gjithë janë në punë. S'ka nuk bëhen, themi hajse do bëhet sot. Kështu që ta shikojmë vetë, ajo sigur kjo kryetare bashkisë ka ardhur dhe duke sikur doli me hapa vegane për të rregulluar e për bërë Vlorën sa më të bukur. Kam parë që njerëzit këta punëtorët janë, po. E ke parasysh çfarë punëtorë kemi? Aq mundsi kanë. Është gjithë vija bregdetare kështu? Është pothuajse këtu gjithandej. Po mendoj se do rregullojë. Moti i keq që preku për disa ditë me radhë vijon të krijojë ende një situatë as pak normale në zonën e Lungomares dhe në të gjithë bregdetin e Vlorës, mbetje të shumta, të cilat janë ende prezente në zonë, ndërkohë që vetë qytetarët e Vlorës kërkojnë ndërhyrje dhe pastrim sa më të shpejtë të saj.